Deklaratat e kryeministrit Edi Rama se Shqipëria nuk është i vetmi vend ku ekziston korrupsioni, sollën dhe reagimin e Sali Berishës. Në një konferencë për mediat, kryetari i Partisë Demokratike bëri një krahasim me vendet e tjera të Europës, duke cilësuar Shqipërinë si një lavatriçe të pastrimit të parave. Është vërtet se vendet tjera kanë problem drogën, por është kaq e vërtet se furnizuesit më kryesor të kokainës në Europë janë klanet e drogës të lidhura direkt me Edi Ramën. Nuk ka kryeministër tjetër në Europë që t'u ketë dhënë trafikantëve miliona metër katror troje publike. Shqipëria sot është lavatrishja më gjigande e kontinentit të parave të drogës. Kryeopozitari ngriti dhe akuzë ndaj ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila sipas tij po përpiqet t'i fshijë drejtësisë nëpërmjet nënshtetësive të tjera. Lubia është në kërkim të blerjes së shtetësisë dhe pasaportave, jo në një, por në disa vende. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Sa i përket protestës kombëtare të radhës, Berisha theksoi se ende nuk është lënë një datë.